Në sheshin qendror të qytetit të Fierit është zhvilluar dita e dytë e protestës kundër projektit të parashikuar në Zvërnec. Aktiviteti u organizua nga qytetarë dhe aktivistë që kundërshtojnë zbatimin e këtij projekti, duke kërkuar më shumë transparencë dhe vëmendje ndaj shqetësimeve të ngritura nga komuniteti. Gjatë fjalës së tyre, organizatorët theksuan rëndësinë e kësaj nisme qytetare dhe nevojën për solidaritet në mbështetje të kauzës. Ata deklaruan se protesta është plotësisht jashtë ndikimeve politike dhe përbën vazhdimsi të mobilizimeve të zhvilluara më herët në Tiranë dhe në disa qytete të tjera të vendit. Sipas organizatorëve, qëllimi i protestës është sensibilizimi i opinionit publik dhe nxitja e një debati më të gjerë mbi ndikimet që projekti mund të ketë në zonën e Zvërnecit. Kjo nuk është kauza jonë, kjo është kauza e qytetarëve. Pavarësisht se ka zëra që duan ta deformojnë kauzën, kauza e vërtet duket është në sheshin e Tiranës, është në sheshin e çdo qyteti ku ka shqiptar dhe shumë mirë po shikoni që erdhën në sheshin e tërë botës sot dhe shqiptarët janë bërë sot tema kryesore botërore. Pra, ju si shqiptar, si media, duhet ju buçasi dhe juve zemra, jo vetëm ne, që më në fund shqiptarët përmenden në planet për qytetari. Hapat e radhës e vendosin njerëzit dhe njerëzit, qytetarët i kanë shprehur kërkesat, pa dorëheqje nuk vazhdohet. Ajo është pika 1 dhe mbas asaj vazhdohet me tërë pikat e tjera. Megjithatë, ndryshe nga pritshmëritë, pjesëmarrja në ditën e dytë të protestës në Fier nuk ishte masive. Numri i pjesëmarrësve rezultoi më i ulët krahasuar me angazhimin e shfaqur në protesta të ngjashme të zhvilluara në qytete të tjera, ndërsa organizatorët shprehën bindjen se mbështetja për kauzën do të vijojë edhe në ditët në vazhdim.